E po në korridor, nuk e takoj. Kush njoftimin në Hoxhën e Shtetit Amerikan? Zemune të regjia, fëtën, për sa për krasim të presidentit. Prekandurën Trumpit. Tash Rubio se kanë rënë në vol me Vjosa Osmanin për çështjen e atë shkeljen e hapësirës ajrore të Estonisë. Me kthyer kjo çapo ndodh tash mes fushatës të sikur pacullë që Amerikatina bat. Kjo duket që është margjina. Po veç është pritje të presidentit Donald Trump, çka ka organizuar. Çfarë kupton? Kjo është bilateral, nuk është takim zyrtar. Nuk është takim bilateral. Takim zyrtar. Ky se ka qitë poçën e vet personale. Jo, se do të më qisë të amur. Po pëse më qisë që e kon foqe, Rubio? Po e kon foqe se e kanë nis dialogu strategjik. Shefi i shtetit e ka nis dialogu strategjik. Po qishin e ka. Serbia. Jo, se sekonde sa Osmani. Se kjo e lirin se ky takim e vjen sa Osmani të siguraja. Jo, nuk ka punë si prezent patronë që patima fotografi që me ke pas. Foli topi. Do ta hini e botë ja dha dorën tonë. Plak. Çenjajta. Mes USA, Bangladesh, kjo edhe bas Rubio. Klimabeti. Çikë niveli. Domon peni nivelit. Çike pos amerikan patron për me strategjik kero nivel korridor. Me pas taku mirë. Me pas taku. Zyra më ju umër kështu. Qajo, në 2010 në Amerika ka hedhë dorë prej Kosovës. Ka thonë, është çështja e Evropës. Na kanë botë pavore, na kanë thonë, tash ju jeni pjesë e Evropës. Çështja e Evropës. 2010 dhe vazhdojshin ju. Dhe vazhdojshin ju. Amerika i ke duhur kur erdha Bin Kurti për shtet. Jo, 2010. Se nuk ndihmojnë asin juhja. Në 2010. Jo, këta që kanë shku si vjetë, kjo është një reprizë e lotë që kanë ndodhur vjetë. Edhe par vjetë, ka me shku koridoreve me ofsirë që aty, me këshirë me bo fotografi. Kjo fotografi është për gjëna, që po mënuar me prezentu që i ka shtërngu durët edhe qka që i ka shtërngu. Aty po shien një mori e njerëzve që jenë në një koktej. Ndërkaq, fotografit në profilin zyrtar të sekretarit shtetit Marco Rubio janë në një, ku në prapavi është flamuri Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe i vendit që e përfaqëson me kënë është taku. Do të thotë, për 24 orët e fundit aty ki plot fotografi që ka postu, do të thotë që me Vučićin, me Indonezin, me Vietnamin. Se hyna e këshyra, do të thotë me Indonezin, me Vietnam, me lloj përfaqësues shtetet ndryshme është taku aty. Fakti që shkon në New York në asamblenë e përgjithshme, pak me amsy edhe na mundna me shku musil korridoreve aty. Veçi nuk ka problem. Aty shkojnë, do të thotë, edhe diplomat të vendeve diktatoriale që janë të izoluar, shkojnë. OKB është atë. OKB është. Bielorusia, Korea e Veriut, Rusia, krejt shkojnë aty. Kjo nuk ka vizitë në Amerikë, kuptojeni këtë sen. Nuk është vizitë në Amerikë, kjo është vizitë në OKB. Nuk është në OKB, so pritja kjo është vizitë, aty krejt kori diplomatik kanë shkuar. Ta bombardon nëse jo në Amerikë. Kjo është vizitë në OKB, jo në Amerikë. Se lija OKB-s është në Amerikë, në New York. Edhe mos e harroni sa Kosova kur ma kesh diplomacinë ka shkatruar, vani është izolum. Na janë sanksione të aleatëve që e kanë bërë shtetin tonë. BE-ja edhe tash sanksionet të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Albin Kurti ka shku në cilësi deputetit atje. Nuk e përfaqëson kërkon, as Kosovën se përfaqëson. Ky ka shku si ky ilegalisht është ka rënë në Gjykata Supreme i ka tregu këtij. Ky është ka rënë ilegalisht. Herë voton knera në kuvend, herë del mbledhje të qeverisë. Herë do kur ky komo përgjigj për çdo veprime që bën. Komo përfundon në gjykatë. Si mas vendimit të Gjykatës Supreme, dim këtë që ka thonë ai vendim. Herë do kur ky komu pallavaçu me çtohet që po më. Pak mjafton vetëm dy fotografi, një duke votuar në kuvend, një duke votuar në qeveri, njëri. Ky ka shku për fushat elektorale atje. Ky është taku me një kongresist republikan. Me kongresista që tha Leo mundet me taku. Unë më në kom fotografi me kongresmen Facebook-un e kom, me Met Gicin që e në Facebook e kom. Të mon shefi lobitorëve u konë, kërë konë Kosovë, e kom marrë, e kom shetit, e kom bo, one. Tash, Valen, veç pa. Neve që pe kritikojnë, po na interpretojnë
që një farë gëzimi pse Kosova, jo, kjo është për një me është tragedi, me përfundu që tha Leo, për në 89-ën, në 80-ën, në 90-ën, të udhërisht, klubet shqiptare atje, biznesmenat shqiptare kanë botë pa mundërën, me u fut në agjendë Kosova, me u përmend dikur. Na kanë sfiruar, na kanë bërë shtet, çfarë po do të bëjmë me tyne? Sot me përfundu një kryeministër ilegal aktualisht që është, me shku korridore me usill, me shku presidenti e vendit, me u fotografu në një koktej, thot ja shtrëngova dorën, edhe për një minut bën një bisedë shumë përmbajtësore. Qa mujtë e me folti për një minut, për bisede përbajtësore bënë ti. Ti përbajtja u konë vesh një fotografi që tu i ke thonë qëllëtarve tu, bëma shpejt një foto që tu se mos komik edhe së në zo. Albin Kurti është njeri ma izolum, që 4 vjetë kush nuk e fret, kush se s'kirë telefon. Alatët e ti të vetëm tërkomtar, është Mickovski, nga Maqedonia, prej shqiptarve, do thot edhe me Shqipni i ka shput. Është kë Migjiti, shukani kë. Izet Migjiti. Që bashkëpunon me kë servili këti. Zëvës kryeministri... I shërptori këti Mickovskit, po. Izet Migjiti, po. A ka qene aliamit të shërptori Grojevskit? A ka qene aliamit të shërptori Grojevskit? Që ta janë alatët e vetëm në diplomaci të Albin Kurtit. Edhe aje në symi ku shkon me ata socialista që takohet në Greqi. Që kjo është agenda ati për 5 vjetë, do tëtë. Veç me një ndërkombëtar ka punë mirë kë. Me Vudi Gjimshitin, Britanikun. Kështu që është për keqardhje, nuk është kjo as gëzim për mu personalisht, është shumë për keqardhje. Këto trubullinat më dhane për cilat po kalën Europa e bota e krejt, na me ronë në këtë deregjë të tëtë, kjo është për një me për... Ska rrit mërgu, ska rrit botën me kush nuk e ka për prit, asni kush sankcion e ka kundër prit, Serbisë. kush se thirë telefon, kjo është për... Bashkë spekultoj që sa, qëre, mas pori, Amerika dhjetë që nga ka shliru, nga ka boshtu. Në 2010-ën, Amerika dhjetë, ka thonë që me bombat e natës. keni dialogu, në keni proceset e rëndësishme, Kosova është çështje e Evropës. Kosova është çështje e Evropës. Dialogut, E të kanë cekë edhe që është çështje e brashme e Evropës. Me gjetë edhe tekstualisht deklaratën e Shtetit Bashkuar në administrata Obama, e ka bu një tërheqje jo pra për këtë botës. Amerika është kana në shtet në sektorin kryesor për cilin na kena nevojë, në çështjet e sigurisë. Se Serbia s'ka sankcione për Banjska? Po s'ka sankcione se Evropa që ka ndërmarrë asë iniciativë. Kryeministri Kryeministri ka në bomba dinës, prokuroria ka ecë në drejtim. Po është diplomatit dopt. Bone se për lexoni këtë shtëri. Serbia është faktor shumë më i rëndësishëm gjeopolitik se sa Kosova. E pse s'ka qenë para... Po e ka shkollë Kosova pavarësisht, nuk e qenë faktor i rëndësishëm. Sot nuk është agresor. Po është agresor edhe rosën e rëndëjqishit në Banjska. 2023 me 24 shtator, Serbia ka qenë agresor në Banjska. Edhe ti e kini kryeministër që s'ka arrit me bit asnjë shtet. As Amerika nuk e konsideron si agresor. Se ti e ki Ata e din kryeministrin shumë mirë, edhe Evropa dhe Amerika çka kanë ndodhur në Banjska.